Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me historinë e radhës. Një histori e rënë dashurie, një dhimbje e madhe që kjo vajzë mrekullueshme ka vendosur që ta ndaj me mua edhe me ju. Rrëfimi fillon kështu. Unë jam një vajzë nga Gostivari. Një vajzë e re, me ëndra, me zemër të pastërt, që besonte se dashuria e sinqertë ndodhte vetëm në përalla. Derisa një ditë fati më vuri përballë një dashurie që më përmbysi të gjithë botën. Ishte një ditë e zakonshme. Dola në qytet për disa gjëra të vogla dhe hyra në një market. Pa e ditur se ajo ditë do të më ndryshonte përjetë. Aty mes njerëzve të panjohur, sytë e mi u ndalën tek një djalë. Një djalë që në ato pak sekonda më la pa frymë. Ishte djali më i bukur që e kisha parë ndonjëherë. Sy e shil, të thellë, me një shikim që dukej sikur më lexonte shpirtin. Nuk e di pse, por në ato momente, zemra ime filloi që të rihte ndryshe. Ishte si një ndjenjë e çuditshme. Si një dridhje e butë që se kisha përjetuar kur më parë. Ai më buzëqeshi dhe ajo buzëqeshje e ëmbël, e qetë, u bë kujtimi më i bukur që mora me vete atë ditë. Që në atë moment, diçka brenda meje ndryshoi. Nuk mund të ta shpjegoja në asnjë mënyrë, nuk e njihja fare, por ndjeja sikur e kisha njohur dikur. Që nga ajo ditë, çdo herë që shkoja në qytet, e gjeja veten përsëri aty. Në të njëjtin market dhe çdo herë ai ishte aty. Shikimet tona takoheshin dhe dukej sikur koha ndalej për disa sekonda. Asnjëri nuk fliste, por sytë tanë thoshin gjithçka. Në heshtje, ne kishim filluar të kuptonim njëri tjetrin. Unë jetoj në Zvicër, por çdo verë kur kthehesha në vendlindje, shpresa ime e parë ishte ta shihja sërish. Dhe çdo herë që kaloja andej, ai ishte aty. Nuk flisnim asnjë fjalë, por çdo shikim që ndanim më ngrohte shpirtin tim. Kaluan gati 2 vite ashtu. 2 vite të plota shikimesh të heshtura, emocioneve të fsheta dhe zemrave që flisnin pa zë. Deri në një ditë që unë nuk do të haroj kur. Ishte një ditë para ditëlindjes sime. Ai erdhi afër meje pa thënë shumë fjalë. Më zgjati një letër të vogël edhe më tha butë. Shkruaj më kur të shkosh në shtëpi. Në fillim mbeta pa fjalë. E ruajta atë letër si diçka shumë të çmuar. S'kisha besuar kur se ai djalë, që për 2 vite ishte bërë ëndra ime e heshtur, do të më jepte numrin e tij. Sapo u ktheva në shtëpi, ula me zemrën që më rihte fort edhe e lexova disa herë. Në fillim ngurova, por të nesërmen vendosa që t'i shkruaj.
Dhe ai ma ktheu me njëherë mesazhin dhe më uroi ditëlindjen. Ishte urimi më i bukur që kisha marrë ndonjëherë. Dhe që nga aty filloi gjithçka. Bisedat tona u bën çdo ditë më të gjata, më të sinqerta e më të afërta. Më dukej sikur më në fund universi më kishte dhënë atë që e kisha pritur kaq gjatë. Por pas disa ditësh, ai më tha diçka që më shkatroi shpirtin. Më tha se ishte i martuar dhe se kishte familje edhe fëmijë. Në atë moment çdo gjë brenda meje u ndal. E ndjeva sikur zemra mu qa në dysh. Nuk u ndjeva vetëm e tronditur, por edhe në faj. Si mund të kisha lejuar veten të dashurohesha me dikë që nuk mund të ishte imi. Por zemra nuk e dëgjon logjikën. Edhe pse çdo pjesë e mendjes sime më thoshte të largohem, ndërsa unë s'munda. Dashuria që ndjeja për të ishte më e fortë. Dhe ai me fjalët e tij, me mënyrën se si më fliste, me kujdesin që tregonte, më bëri të besoj se ndjenjat tona ishin të vërteta. Ai më tha, të kam dashur që nga dita e parë që të kam parë. Nuk të harova asnjëherë. Ato fjalë më ngulitën thellë në zemër. Që nga ajo ditë flisnim çdo ditë. Ndanim çdo gjë, gëzimet, dhimbjet, mërzin, lodhjen dhe gjithçka. Ai më këshillonte për çdo gjë. Më jepte forcën kur unë ndihesha keq. Më kuptonte pa folur shumë. Kur unë qaja ai më qetësonte. Kur unë qeshja ai më bënte të qeshe më shumë. Dhe po, jemi takuar disa herë. Momente të pakta, por të mbushura me ndjenja që s'mund të përshkruhen me fjalë. Çdo takim ishte si një ëndër, e bukur që nuk doja të mbaronte kurrë. Në atë momente gjithçka tjetër zhdukej. S'kishte botë, s'kishte njerëz, vetëm unë edhe ai. Por pastaj vinte realiteti. Ai kishte familje, një grua, fëmijë dhe unë, sado që e doja nuk mund ta merrja, nuk mund të prishja një familje. Nuk doja të isha arsyeja që dikush tjetër të vuante. Shpeshherë i thoja, ndoshta është më mirë të ndahemi. Ndoshta Zoti s'na ka shkruar bashkë, por ai gjithmonë më përgjigjej, ti je vajza më e mirë që kam njohur ndonjëherë. Mos më largo, të lutem. Ato fjalë më thyen dhe më mbajtën njëkohësisht. Çdo herë përpiqesha të largohem, ndjenjat më tërhiqnin mbrapsht, ishte një luftë e vazhdueshme mes zemrës edhe mendjes. Mendja më thoshte largohesh të gabuar, por zemra më pëshpëriste mos e lër sepse e do. E tani çdo ditë flasim për gjithçka, për lumturinë, për mërzinë, për ëndrat që s'mund të realizojmë bashkë. Ai është aty në çdo mendimin tim dhe çdo moment të ditës, por më dhëm shumë që nuk mund ta kem. Sepse jo çdo njeri që dashurojmë mund ta kemi pranë, disa dashuri lindin vetëm për të na mësuar diçka, për të na treguar se sa thellë mund të ndjej zemra jonë, sa mund ta duam edhe kur e dim që s'mund të jemi bashkë. Unë e di që ndoshta një ditë gjithçka do të shuhet, por dashuria që ndjej për të do të mbetet gjithmonë aty. Si një plagë e bukur, si një kujtim që s'dua ta fshi kurrë. Ndoshta jeta na bashkoi për të qenë bashkë, por na bashkoi që të kuptonim çfarë është dashuria e vërtetë. Ajo që vjen kur se pret, ajo që djeg, që prek shpirtin dhe që ndonjëherë thjesht nuk mund të jetë e jotja.